O, pura marë bura. A je qyshe? Kështu e nisi ditën të tregu i madh, kryetari aktual dhe kandidati edhe për një mandat në krye të Prishtinës për parim Rama. I propozuari i Lidhjes Demokratike të Kosovës duket se ka njohuri, por edhe dashni të veçantë për një lloj pemësh. Dordhat e mira po mdoke. A bëhet gollokut? Por edhe mori dashni në këmbim. Anise pritën ngrohtë tregtarët e këtu shumë patën edhe ankesa për funksionimin e pazarit. Po. Jemi me të shtëpi pa zot. Po pikërisht. Jemi të mojt veç vetë, po tregojmë drejt me vetë organizojmë sa ç'po mujmë. Po. Por pavarësisht këtyre paknacive, Rama nuk lejohet të shkojë nga këtu pa shijuar një pije të nxehtë. Ai ki gjykymat gati. Ai ki gjykymat gati. Po lloj ka çaj rusi e pina. Rama këtu tha se qysh më 2022 e ka bërë kërkesën e qeveri që ta marrë këtë treg në menaxhim, por sipas tij pa përgjigje. Por me bindjen se do të fitoj pa balotazh, ky u zotua se në mandatin tjetër tregjet do ndërtohen. Do ta kemi asamblen, shumicën e asamble, do ta krijojmë shoqërinë e re, ndërmarrjen e re publike tregjet. Ndërkohë gjatë shtunës Uran Ismaili nga PDK e pati një thirrje për mbështetësit e tij, siç tha ai për të qenë pjesë aktive edhe përmes kanaleve tjera sociale. Po du me juftu me kliku në grupin tonë të WhatsAppit, ku do të merrni informata të shumta për fushatën tonë, po edhe çka mundi ju me bë. Ndërkaq të premten mbrëma, ai u takua me vullnetarët e rinj. Me sipas Ismailit, rinia është ajo që do ta sjellë ndryshimin në Prishtinë për ta zhdukur kaosin, errësirën dhe premtimet boshe. Vizita në përlagje gjatë të premtës ka realizuar edhe Hajrullah Qeko nga lëvizja Vetëvendosje, si në Ulpian dhe tek rruga Muharrem Feiza, ku për këtë fundit i ka listuar problemet në infrastrukturë, mirëmbajtje e mungesë parkingjesh. Krahas këtyre, Qeko ka publikuar momente edhe nga vizitat në përbiznese, teksa ka bërë me dije se për gratë udhëhecëse në to, platforma e tij ka programe të veçanta të mbështetjes. E kandidatja vetme grua për kryeqytetin, Besa Shahini nga PSD, në profilin e saj Facebook e ka bërë një rikapitullim të aktivitetit të saj sa i përket kostos së lartë të jetesës me një pagë mesatare 650 euro. Edhe pas qiras, qerdhes private, transportit, ushqimit edhe disa shpenzime tjera, ne hym 110 euro minus pas 2 jave. Shahini thot se me politikat e banimit më ekonomike, shtimin e qerdheve publike, transportin falas për nxënës, kjo do ta bënte jetën në Prishtinë më të përballueshme. Por a mund ta bëj Beg Berisha Prishtinën ashtu siç po e premton? Të paktën sipas një video satirike, presidenti amerikan Donald Trump thot se po. People will see Mika gets things done. Mika can do it. Thank you, Mr. President.